Përshëndetje, paqa e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miqa në mban botës. Shtu ka të lexoj diçka, e studioj e hulumtoj mas shkurti, po m'vin plus pyetje përgjigje, po bin dilema, për shembull, me disa ajete kuranore të cilat me të vërtet lypin shqyrtim, sepse sidomos kur i marr unë 3-4 përkthime, me të cilët 5 përkthime bazohem, 3 në gjuhën shqipe, një në gjuhën bosnjake dhe një në gjuhën angleze. Edhe me të vërtetë është një kaos. Për shembull, siç e lexova në surën e ajetit, surën Bekare ajeti 187, që ku thot se Zoti, sipas përkthimit të Sherif Ahmetit, thot Zoti ju ka krijuar që burri edhe gruaja, pra bashkëshortët, të jenë prehje për njëri tjetrin. Ndërka që fjala prehje në gjuhën arabe ka tjetër kuptim, e këtu thot libas. Libas do të thonë janë veshje, mbuloj. Okej, e lash Sherif Ahmetin. Kalova te Efendi Nahi. Ai thot janë burri dhe gruaja janë mbulojë njëri tjetrit. Libas, mbuloj, po shkon. Petk në realitet thoshte. Efendi Nahi, nderuari. Profesori Feti Mehdiu, ai e thot në këtë rast e thot pra janë mbuloj, pra petk janë mbulojë njëri tjetrit. Pra dy përkthime ishin të njëjta, i treti prehje me mbuloj ka shumë dallim. Spaku si albanologe, nëse mundi me thonë, si studiuse e gjuhës e tjera. Po du me arte ajeti kuranor i surës Rum. Ashtu, si gjuhëtare nga kuptimi sipërfaqësor i ajeteve kuranore të përkthyera në gjuhën shqipe, që është Kurani hija në shqip, siç ka thënë profesor doktor Feti Mehdiu, pra është hije në shqip, unë po shkoj sipas këtyre ajeteve kuranore, që ato që ajetet që po përshtaten në gjuhën shqipe. Pra, Zoti e ka krijuar burrin edhe gruan, libas, mbuloje. Ky është përkthimi i Feti Mehdiut edhe Efendi Nahit, jo i Sherif Ahmetit, sepse Sherif Ahmeti thot Zoti e ka kriju burrin edhe gruan prehje për njëri tjetrin. Jo, s'ka të bëjë me prehjen bashkëhiq. Po shkojmë te ajeti kuranor tjetër, për të cilin edhe dua ta hap temën. Në suretur Rum, ajeti 21 kështu thot, dhe nga faktet, dhe nga madhështia e tij është që për të mirën tuaj, pra, ai Allahu krijoi nga vetë lloji juaj palën. E ka krijuar palën. Pra, për mashkullin e ka krijuar gruan, për gruan e ka kriju palën mashkull. Këtu prap përzihet Sherif Ahmeti, nderuari, e qet në klapa, krijoi palën, me njëherë në klapa e qet mendimin e vet, gruan. Ashtu që të gjeni prehjet e ato, dhe në mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë. Edhe te Feti Mehdiu, gjithashtu thot krijoi Zoti e krijoi zewaq, krijoi bashkëshorte, që të gjeni prehje pranë tyre dhe ndërmjet jush mbjelli dashuri dhe mëshirë. Tash po kalojmë te kuptimi i fjalës prehje. Pra, nuk ka të bëj prehje me mbuloj, me petkun, që ishte në surën Bekare, ajetin 187. Besoj se do ta shqyrtoj mazanimisht, por unë deshta me lidh vetëm nga aspekti sociologjik, si e kuptoj këtë ajet kuranor. Prehje, do me thënë, kur ndrysh është kur ka burri dhe gruaja, një qetësi në familje, ndrysh është prehje, kur ke për shembull një grua, tek e cila mund ta afrosh gjoksin, edhe mund të qash për një hall, për një dert. Apo kur e ke një burr, edhe aq shumë pra është i kuptueshëm sa që mund të afrosh gjoksin te ti edhe të qash për një hall, për një dert. Ndryshe është
tash shtohet pyetja. Shtohet pyetja, për shembull, një burr edhe një grua për çka martohen? Dikush mund do të me thonë, valla na martohemi se kemi nevojë për marrëdhënie seksuale, për epshet e tona me i rregullu. Dikush thot martohemi për me kriju familje, për mu bo zoti i shtëpisë, për me kriju një autoritet, e tjera. Po të gjitha këto janë elementet që të ndjekin, deshte s'deshte, keme u bo bab, keme u bo zoti i shtëpisë, keme pas edhe qatë anën epshore, marrëdhëniet e tjera, por martesa nuk është për këtë çështje. Ato janë gjanat që të ndjekin rrugës. Por dy bashkëshort duhet me pas prehje tek njëri tjetri. Kur munden me pas prehje, si shembull ma konkret, për shembull, unë e shoh prehje të burrim, edhe kur ai m'jep mu qetësi. Kur vjen burrim nga jashtë, unë nuk frigohem se me çfarë probleme kemë anë shtëpi. Ose si që mu anku një mike në inbox, tha burrim fshen nga unë, ka sekrete nga unë. Këtu pra, kjo nuk t'jep qetësi. A Zoti ka thënë që neve ju kemi kriju me pas qetësi, me pas prehje. Pra, për me pas prehje, si që thot Allahu Gjeleshanu, ju kemi kriju palet që të krijoni prehje, edhe tek ju kemi dhënë dashuri edhe mëshirë. Dashuria edhe mëshira nuk vjen nga personi i cili nuk t'jep rahati. Qoftë burri, qoftë gruaja. Për shembull, rasti i kësaj zonjës që ka pyetur, prandaj edhe e mora atë inspirimin që ta jap një përgjigje. Pra rasti asaj zonjës tha, burri im ka tha shumë sekrete ndaj meje. Thash, e ti si po ndihesh? Po ndihem tha shumë e shqetësume. Pra, a mund të ketë këtu prehje? Jo. A jemi na bashkëshortët që i përmend Kurani? Kurse si jo. Pra, ma shkurt, nëse burri yt, gruaja kanë telefonin me PIN, aty s'ka paqe, aty s'ka qetësi, aty s'ka rehati. Pra, nëse burri yt, kur shkon në banjo e merr telefonin, aty nuk t'jep ai burr ty as qetësi, as paqe, as prehje, hiç se hiç. Prandaj rregulloni këto sendet. Nëse ti shqetësohesh kur burri jot ta merr telefonin, s'ka as qetësi, as sinqeritet, as paqe, prehje, hiç se hiç. Prandaj, nuk jeni bashkëshortët, siç ka thënë Zoti, që me gjetë prehje tek njeri tjetri. Në momentin kur ju gjeni prehje të njeri tjetrit, atëherë është bashkëshortësia e lumtur. Derisa telefonat e juaj kanë pina, derisa telefonat e juaj frigohemi për njëri tjetrit, mos po ma merr burri, mos po ma merr ajo kjo, s'ka hajër për asaj punës. Aty s'ka as qetësi, as paqe, prehje, hiç se hiç. Kur s'ke me mund me qit kokën te gjoksi i burrit, edhe me qajt një dert, me të piku lotët tek gjoksi i burrit. Ata nuk janë bashkëshortë si duhet. Prandaj bashkëshortë si burri, si gruaja, ju lutem, krijoni prehje në bashkëshortësi. Fëmia, emri, martesa, zoti i shtëpisë, marrëdhëniet, kënaqësitë, epshet, krejt ato janë martesë. Prandaj ju kam thënë edhe herën e kaluar, gruaja është si një gongje trëndafili. Nëse i qet ujë, e ujit, e këqyr, mos me lën të ankohen djell, ja gjen vendin e mirë asaj saksies. Ajo gongje trëndafili veç ka me dhën petale të buta që ka me t'i ledhatu. Nëse nuk investon të ajo gruaja, nëse nuk të ajo gongja e trëndafilit, nëse nuk i qet ujë, nuk kujdesesh për ta, atëherë mos prit për asaj gruas me dhën petale dhe aroma të mira. Ajo ka me dhën vetëm gjemba. Kata prekjes veç ka me të thumbu. Prandaj keni kujdes. Gratë këshyrni si gongje
trëndafili. Dhe me zveti, burë e grua, bëhuni prehje e njëri tjetrit. Tjera gjana krejt vinë mare me rend. Ju faleminderit shumë, ju lutëm bëjani subscribe dhe shpërndajani sa më shumë në mënyrë që të gjeni prehje tek bashkëshortësit të bashkëshortet e juaja. Ju faleminderit.